Presidenti Amerikan Donald Trump sapo ka kërcënuar se një e tërë civilizim do të vdes sonte nëse nuk arrihet një marrëveshje me Iranin dhe ngushtica e Hormuzit nuk hapet deri në përfundim të afatit të tij. Një civilizim i tërë do të vdes sonte, kur për t'u rikthyer më, tha Trump në një postim në platformën e tij Truth Social. Nuk dua që kjo të ndodh, por me shumë gjasa do të ndodh, shtoi ai, duke shtuar: megjithatë tani që kemi ndryshim të plot dhe total të regjimit, ku mendje të ndryshme, më të zgjuara dhe më pak të radikalizuara mbizotrojnë, ndoshta mund të ndodh diçka revolucionare e mrekullueshme, kush e di. Presidenti tha se këtë bota do ta mësonte sonte në atë që e përshkroi si një nga momentet më të rëndësishme në historinë e gjatë dhe komplekse të botës. Këto janë vetëm kërcënimet e tij më të fundit përpara përfundimit të afatit. Ekspertët të së drejtës humanitare ndërkombëtare dhe zyrtar kanë karakterizuar kërcënimet e tij të mëparshme kundër infrastrukturës civile si kërcënime për krime lufte.